Noedën e kam këtu me vete. E kemi Noedën këtu dhe unë do bëja Noedës. Noeda, qa do bëjmë sot? Sot do pikturojmë dhe do shpjegojmë pikturën që do bëjmë. Do shpjegojmë pikturën që do bëjmë. Okej, do japesh mikrofonin zyshës Gjen, e ne e dëgjojmë Noedën duke punuar se çfarë na thot Noeda. Si piktor. Unë jam Noela Domi dhe pasioni im për pikturën ka nisur që në moshën të vogël. Që atëherë, ngjyrat dhe peneli më kanë tërhequr gjithmonë, edhe pse dikur më dukej si një ëndër e largët, që ndoshta nuk do mund të arrija dot. Por me kalimin e viteve, fillova të pikturoj në tablo të vogla. Dhe aty kuptova se arti ishte pjesë e imja. Çdo ditë që kalonte, dashuria ime për pikturën rritej gjithnjë më shumë. Pas shumë përpjekjesh, arrita të krijoj një numër të konsiderueshëm veprash. Dhe hapa ekspozitën time të parë, e cila më frymëzoi jashtëzakonisht për të vazhduar më tej rrugtimin tim artistik. Një ditë, duke shfletuar në Instagram, pash një konkurs për talentet e veriut, North Star Albania. Vendosa të marr pjesë, aplikova, kalova fazat e para dhe u përzgjodha në finale, mes 25 piktor të moshave të ndryshme. Kur piktura ime doli fituese, emocionet ishin të papërshkrueshme. Ishte një moment që më bëri të kuptoj se çdo ëndër bëhet realitet nëse e ndjek me zemër dhe vullnet të plotë. Pas kësaj, fillova përgatitjet për ekspozitën time të dytë. Punoja çdo ditë me përkushtim dhe dashuri, derisa arrita të përfundoj 30 piktura të reja. Edhe kjo ekspozitë u realizua me shumë sukses. Pak muaj më vonë mora një ftesë për të hapur ekspozitën time të tretë, me të gjitha pikturat e mia. Një mundësi e artë për promovimin e artit tim. Brenda vetëm një viti e gjysmë, arrita të realizoj 3 ekspozita personale. Një ëndër që dikur më duke e paarritshme dhe e pamundur. Por rrugëtimi im nuk mbaroi me kaq. Vazhdova të ushtroj pikturën çdo ditë për të bërë gjithnjë më profesioniste në këtë fushë. Hapa faqet e mia online ku promovoj artin tim dhe ndaj me botën emocionet që vetëm piktura mund t'i japë. Sot ndihem mirënjohëse për çdo hap të këtij udhtimi dhe për çdo njeri që më ka mbështetur. Piktura për mua nuk është thjesht art, është forcë, frymëzim dhe mënyra ime për të folur me botën pa fjalë. Në fund dua të theksoj se Talent Globe është një mundësi shumë e mirë për promovimin e artit tim si artiste dhe për promovimin e artit shqiptar në tërësi. Për këtë falenderoj me zemër të gjithë stafin e Talent Globe për mbështetjen, përkushtimin dhe besimin që më dha në këtë rrugtim të bukur artistik. E ne një duartërgjitje për Noela.